Tregon Katib Hanzala: e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë kështu: personi i cili vazhdon ta fal namazin duke u kujdesur për rukut, sejdët, abdesin, si dhe kohët e tyre, dhe njëkohësisht pranon që këto 5 kohë të namazit janë urdhër i prerë i Allahut xhaleshanuhu, do të hyjë në xhenet. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falin namazin, japin zekatin dhe i bindën Allahut dhe të dërguarit të tij. Padyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshektazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë një fitim që nuk do të humbas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut subhanahu wa taala, atë e madhrojmë, e falenderojmë, për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Gjithashtu salavatet për shëndetjet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve tij të ndershëm dhe besnik dhe mbi të gjithë ata besimtar që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne do të mundohemi inshallah në pika të shkurtra të flasmi në lidhje me obligueshmërinë e namazit. Se përket namazit në gjuhën arabe as-salatu në terminologjinë gjuhësore do të thotë lutje. Pra si namaz ka disa kuptime, por do të mundohemi që ta kuptojmë qartë domethënien dhe obligueshmërinë e namazit. Në pikën e parë, Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xjalaluhu i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nxjerr pasurinë pra prej besimtarëve dhe zakatin prej tyre në mënyrë që ti pastrosh ata, që tu bash dobi dhe t'ju bash mirë, që t'ju shtohen begatit atyre. Pastaj thot fasallu alejhim, dhe lutu për ta, sepse namazi është, ka thonë, qetësim për ta, është prehje për ta. Pastaj në këndin tjetër, namazi, kuptimi namazit apo es-salatu është madhrim. Si thot Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xjalaluhu në librin e tij në Kur'an: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O besimtar, me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala e madhron, e begaton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek melekët e tij. Gjithashtu edhe melekët e nderojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke u lutur për ta, po edhe ju lutuni Allahut, pra dërgoni salavat bi Muhammedin alayhi salam, madhrojeni ata, nderojeni ata me lutje. Andaj kjo është pjesa e parë e kuptimit e fjalës es-sala, lutje dhe madhrim. Disa dietar këtij ajetit të dytë i kanë dhënë këtë komentim duke thonë se Allahu azza wa jall është ai i cili e madhron, e nderon, e ngrit kanë prej krijesave të tij, siç është këtë rast edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa melekët e tij, pra krijesat, melekët, njerëzit dhe xhinët janë ata të cilët e nderojnë në këtë rast Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe jo për ta adhuruar ata, sepse adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kjo është kuptimi i parë. Sa i përket dispozitës së namazit, hukmit, rregullit të saj, nuk ka dyshim se të gjithë besimtarët, në fakt dietarët, janë unanim se namazi është fars, është obligim, pra për besimtarin, muslimanin, i cili është në moshën madhore, i cili është musliman, i cili plotson kushtet për ibadet ndaj Allahu subhanahu wa taala. Edhe për këtë edhe Allahu xhaleshanuhu wa xhalla xjalaluhu në Kur'an ka përmendur: wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Thot ata
besimtarët, njerëzit nuk ishin të urdhëruar për diçka tjetër, vetëm që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet të plot, vetëm për Allahun dhe jo t'i përkulen dikujt tjetër pos Allahut. Pastaj të falin namazin, të japin zakatin, sepse kjo është rregull i dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është rregullin të cilin e ka përcaktuar Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Për namazin kur flet Allahu inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, me të vërtetë Allahu namazin e ka bërë për besimtarët në kohën e caktuar. Kjo është rregulli i Zotit me të cilin ka vendosur ligjin e vet, rregullin e vet mbi këtë ibadet. Se për këtë namazit, ajo thamë është një lutje, një adhurim që besimtari i nënshtrohet vetëm krijuesit e tij dhe askujt tjetër. Sepse kjo është ajo e cila e definon robin, e përcakton robin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj namazi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është shtylla e fesë, siç ka ardhur në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhu, bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamati as-salat wa ita'i az-zakat wa sawm Ramadan wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Pra Islami është ngritur mbi 5 shtylla kryesore. E para cila është pra dëshmia, shahadeti, se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i Allah subhanahu wa taala. Pastaj shtylla kryesore namazit e Islamit është namazi, pastaj vjen zakati, vjen agjerimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit pra një herë në jetë. Namazi përveç kësaj ka edhe disa rregulla të tjera që e mban besimtarin në këtë dynja. Ban disa përcaktime, disa definime ku tregon dallimin mes kufrit edhe mes besimit, mes besimtarit dhe jo besimtarit. Siç ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mes kufrit dhe imanit qëndron namazi. Ajo që e dallon besimtarin prej jo besimtarit është namazi. Pastaj në hadithin tjetër ka ardhur direkt ka thënë dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit në mes qëndron namazi. Rregulla tjetër është tek ata të cilat e mohojnë namazin ose nuk e falin namazin. Kjo edhe është pastaj një rregull tjetër që ka të bëjë me këtë kategori të njerëzve. Sepse për këto njerëz Islami ka përcaktuar qartë se ata që mohojnë këtë urdhër shtyllë të Islamit, urdhër të Allah subhanahu wa taala, nuk ka dyshim se ata kanë dalë nga Islami, nuk janë musliman. Shumica e dietarëve musliman janë të një mendimi se dhe ai i cili nuk e mohon namazin, por nuk e fal pa arsye, edhe ai ka dalë nga Islami. Pra mohon urdhën e Allahut azza wa jalla, nuk i përgjigjet urdhit të Zotit. Me përjashtim të disa dietarëve të cilët këtë tematik e rrajnë pak ma but, duke dhënë një shpresë për përmirësim të atij besimtari, ku thonë se ata njerëz që nuk e mohojnë namazin, por nuk e falin, pra nuk e kundërshton, thotë se namazi është obligim farz, por ja që ka një arsye të veta, na nuk e din apo x rastet e tjera, dembel apo ku e diun, dhe nuk e fal namazin, thonë se ka bërë mëkat prej mëkateve të mëdha. Pra koka e mëkateve të mëdha përveç shirkut ndaj Zotit që bëhet është lënia e namazit. Lënia e namazit është mëkat më i madh se sa pirja e alkoolit, se sa zinaja, moraliteti, se sa vrasja e njeriu pa faj dhe kështu me radhë. Edhe pse këto llogaritën ndër mëkatet e mëdha, edhe ka disa seri të mëkateve të mëdha që prind përpara prej mëkateve të mëdha është lënia e namazit pa arsye. Mirë po, edhe në anën tjetër, pra namazi përfshin edhe kokën e veprave të mira, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vepra e parë që merret llogari në ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi ti është në rregull, të gjitha veprat e tij do të jenë në rregull. Nëse namazi ti s'ka qenë në rregull, pra të gjitha veprat e tij nuk janë në rregull. Pra nuk është për qëllim nuk e ka fal namazin, po edhe nëse e ka fal, është për qëllim e ka plotësuar namazin ashtu siç i takon hyjnisë se Allah subhanahu wa taala me kry këtë ibadet. Pastaj, edhe në përfundim inshallah të këtij rrumbullakësimi të kësaj pike, është se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështja më e rëndësishme është Islami, pra të jesh musliman. Dhe shtylla kryesore është namazi. Nëse
shkatërohet namazi, ta din se ai e ka shkatëruar, e ka humbur fenë e vet. Nëse e kalon namazin, e kalon fenë e vet. Pra, ka thënë Omeri radhiyallahu anhu prej halifja e dytë i muslimanëve, se njeriu ka hise në islam aq sa ka hise në namaz. E lusim Allahun azza wa jall që inshallah të na bëjë nga ata të cilët këtë ibadet e kuptojmë qartë dhe i nënshtrohemi Allahut ashtu siç don Allah subhanahu wa taala, dhe kërkojmë nga Zoti inshallah që këtë ibadet na pranoj dhe të jetë shpëtim për neve inshallah. Kurani fisnik në shumë vende thekson se namazi është një adhurim që duhet të zbatohet pa ndërprerje brenda kornisave të rregullave të caktuara me përullësi dhe vetëdije të përgjithësisë. Fakti që në ajetet kuranore fjala salat në kuptimin e namazit gjithmonë është përmendur pranë fjalës ikame, që ka kuptimin të zbatosh diçka vazhdimisht dhe pa mangësi. Tregon se namazi duhet të falet në kohën e vet, në mënyrë të plot, pra pa të meta, duke respektuar kushtet e tij drejt dhe me kujdes të veçantë. Në Kuranin fisnik, kur përshkruan me lëvdata besimtarët dhe numërohen cilësitë e tyre të veçanta, me këmbëngulje nënvizon këto atribute, të cilët janë të përullur në namazin e tyre dhe të cilët rregullisht i kryen faljet e që janë të vazhdueshëm në faljet e tyre. Nga ana tjetër, qorton ata të cilët nuk e marrin seriozisht namazin dhe largohen prej tij, ata të cilët falen sa për sy e faqe dhe tregojnë për ta gjatë faljes. Sa i përket pikës së dytë, është në vazhdimsi pra me lidhje me namazin, ka të bëjë disa ajete të Kur'anit me të cilin Allah xhelle xhelaluhu tregon qartë vlerën dhe obligueshmërinë e namazit. Allahu në ajetin e parë në Kur'an, domethënë faqen e parë të Kur'anit, thot: "Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Pra, besimtarë janë ata të cilët mas pari e besojnë të fshehtën, ghaibin. Nuk pretendojnë tu se e din besimtarët, por e besojnë, edhe pse nuk e shohin. Siç është këtë rast, e besojnë Allahun pa pa. E besojnë një pjesë e besimtarëve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa pa. E besojnë ditën e gjykimit, pa kaluar atë botë. E besojnë natën e varrit. E besojnë ringjallën që do të ringjallemi, e besojnë xhenetin dhe xhehenemin, sepse kështu Allahu na urdhron. Këta janë këto besimtarë, kulmi i besimit. Pastaj janë nga ata, pasi që e besojnë këtë fshehtësi, e falin namazin. E adhurojnë Allahun me këtë ibadet, i nënshtrohen Allahut azza wa jall, dhe tjetra janë nga ata që Allahu i ka furnizuar nga nimetet, nga begatin, nga pasuria e tij, dhe ata japin një pjesë prej pasurisë, pra si është zakati apo sadakaja apo bamirësia, humaniteti ndaj njerëzve me nevojë, ndaj njerëzve që kanë nevojë për të ndihmuar, dhe ata shpërndajnë dhe japin nga pasuria që Allah ju ka dhënë atyre. Në ajetin tjetër, Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu përmend në Kur'anin e Kerim besimtari që të jetë i lidhur dhe i kyçur me namaz, me gjithë ata besimtarë që falin namazin. Ka thënë: "Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Ka thënë falini namazin dhe jepni zakatin dhe përkuluni në ruku dhe sejdë Allahut bashkë me ata që i përkulen pra me besimtarët. Të gjithë ata që i përkulen dhe i nënshtrohen Allah subhanahu wa taala. Pastaj sa i përket namazit, ajete ka të shumta ku thonë dietarët mbi 100 ajete që Allahu azza wa jall ban urdhër të prerë në lidhje me faljen e namazit. Pastaj thot Allahu: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ka thonë kërkojeni ndihmën e Allahut me sabër, me durim dhe me duke u lutur Allahut me falje me namaz, duke i nënshtruar Zotit të juaj Allahu subhanahu wa taala. Në vazhdimsi lidhje me këtë, ne për ta kuptuar me qartë rëndësinë e namazit, ki ibadet, ki urdhër i Allahut azza wa jall, nuk ka ardhur vetëm për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si historiku i saj. Pra ngjarja e namazit, siç e adhurojmë Allahun azza wa jall, është me njeriu në parë Ademin alayhi salatu wassalam. Edhe ka vazhduar ky proces i këtij adhurimi nëpërmes të gjithë pejgamberët e Zotit që e kanë adhuruar Allahun dhe më në fund deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi si shembull rast konkret nga Kur'ani që tregon këtë histori,
të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, po ashtu edhe të Nuhut alayhi salam, edhe pejgamberëve para tij, por filloi me Ibrahimin alayhi salatu wasalam, kur e morri bashkëshortën e tij dhe djalin Ismailin dhe i la në shkretir në Mekke. Dhe ju drejtua Allah, tha, o Zot jam, pelo një pjesë të familjes teme në këtë shkretir, dhe baje që një pjesë e njerëzve t'i duan këta njerëz, dhe bane që këta familja ime të jenë nga ata që të adhurojnë t'i pra, të falin namazin, në Qabe, fjellën në shtëpinë e shenjt, dhe të jenë nga ata të cilët japin edhe zekatin. Pastaj vazhdon ky historik i ibadetit, të në adhurimit ndaj Zotit, edhe me Davudin a.s. si pejgamberi i Zotit. Ishte nga ata që adhuron të shumë Zotin. Mirë po, një ditë prej ditëve shpreh një kurresh që ta pyes Allahun dhe ta di, tha, o Zot, a ka dikush që mund ta adhuroj ty më shumë se sa unë në shtëpinë time, në familjen time? Zoti po do të më tërheq vëmendjen Davudit a.s. Tha, ja Davud, është një bretkoc e cila vazhdimsi ajo me përmend, me ban dhikr, me përkullet. Pra, Davudi a.s. kur ndëgjoi se ja paska të i kalu dikush më tepër në ibadet ndaj Zotit, atëherë kërkoi familjen e vet brenda 24 orë që të bëhet ibadet, pra duke pushuar antar të familjes, por ibadeti mos mund dalë në shtëpinë e tij. I njëjti rast ndodh pastaj edhe me Musa alayhi salatu wassalam, i cili morri familjen e tij dhe shkoi për të shkuar në Egjipt. Atëherë e shef një zjarr diku në një vend në kodrën apo në luginën tua. Allah që përmend në Kur'an, dhe Musa a.s. kur e sheh mahnit dhe thotë, rrini këtu dhe shkoj të shikoj atë zjarr, mos është dikush ose të marr doni zjarr por me bëhet dritë ose me dhëz doni zjarr eventualisht për nevojat e tij. Pastaj kur shkon atje, Allahu azza wa jall drejt për drejt i fol Musa alayhi salatu wassalam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Pra kemi argumentin nga Kurani se Allah direkt i ka fol Musa alayhi salatu wassalam. Dhe në këtë rast thot Allahu, ja Musa, mos u frikso, unë jam Zoti jot, me adhurove të mua, dhe faleni namazin, edhe jepni zekatin. Ishte urdhri Allah ta azza wa jall nëpërmjet gjithë pejgamberët. Kështu e njëjta ndodhi edhe me Isa alayhi salatu wassalam, që ishte si fëmijë në djep, kur edhe foli e paralajmëroi pra profecinë e tij se unë jam, tha, i dërguar i Allahut, jam i urdhëruar nga Allah që ta fali namazin edhe të jap zekatin sa të jem gjallë. E me të njëjtën kohë ndodhi edhe me vulin e pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili Allahu azza wa jall si nderim privilegj të lartë, të gjitha urdhat shpallit ja prunin nëpërmes Xhibrilit, ndërsa namazin ja dha privilegj Muhamedit nderim në Miraj mbi 7 kaçej, dhe atje e urdhoi Allah me 50 kohë namaz, por duke ditë Allahu me rahmetin, urtësinë dhe mëshirën e vet për ummetin e Muhamedit e zbriti në 5 kohë namaz, dhe urdhëroi se ata që i falin 5 kohë të namazit do ta kenë shpërblimin te Allah sa 50 kohë të namazit. Elusmi Allah inshallah që edhe ky ibadet do të vazhdojë inshallah deri në ditën e Kiametit, besimtar që do ta falin namazin, por se Allahu përmendi nëpërmes gjithë këtyre ngjarjeve, përmendi se tha erdhën edhe disa njerëz tek shi nëpërmes gjithë këtyre pejgamberëve. Edhe sot erdhën disa njerëz tek shi, të cilët disa breza të rinj të mëvonshëm që e braktisën dhe lanë falin namazit. Allah ka llogarit nga grupet tek shi, Allah mos ta bof neve nga kjo kategori, ya Rabbel Alamin. Një ditë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pyeti sahabët, ç'mendoni nëse para derës suaj rrjedh një lum dhe në të pastroni 5 herë në ditë? A thua vallë, ngelet ndonjë papastërti? Nuk ngelet asgjë, ju përgjigjen sahabët. Me këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kështu është edhe me 5 kohët e namazit, nëpërmjet faljes së tyre, Allahu i pastron mëkatet. Se përket vazhdimësisë tjetër të punës së namazit, vlerës së namazit, janë edhe disa kushte që duhet një besimtar të plotësojë për të qenë namazit i pranuar te Allah subhanahu wa taala. Pra në shkurtimisht do t'i rëndisim ashtu sikur që janë në rregullën e fikut, të rregullën e namazit ton, si besimtar që i dim ato rregulla, kemi disa kushte para përgatitje, para se të him namaz, edhe disa kushte pas si që të fillojmë namazin me fal, në mënyrë që ky namaz të jetë i pranuar tek Allahu azza wa jall. Kushti i parë është pastërtia. Pastërtia është kushti i namazit. Se përket pastërtijës këto hyn edhe çështja e abdestit. Pastaj te pastërtia, nëse njeriu ka pastërti të madhe ose pas kontaktit bashkëshortor ose xhunubllëku që thonë në terminologjinë fetare, pra ejakulimit në ëndër, dhe ai duhet paqet të pastrohet. Në mungesë të ujit, ai duhet të merr tejemum.
në mënyrë që ai ibadetin ndaj Zotit mos t'i ndërprej, edhe pse nuk ka ujë. Pastaj këtu hyn edhe çështja e abdesit tek puna e pastrimit, sepse nuk mundet ta falmi si musliman një namaz pa marr abdes me u pastru. Abdesi në këtë rast merret do të thotë kur na mund ta prishmi abdesin nëpërmes gazrave, apo nëpërmes urinës, apo të qeshurat, apo të ngrënjes, të pijës, apo të vjellës së tepër daljes së gjakut dhe kështu me radhë, ne pastrohemi një herë, mirë sigurohemi me abdes, pastaj fillojmë namazin. Kushti i dytë është që ne rrobat e tona, trupin tonë dhe vendimi ku falemi të jenë të pastër. Në këtë rast hyn papastërtia e cila e ban shkak që mos të falet namazi. Mirë po, pse për shembull një punëtor në këtë rast e ka të njëllosur me kolar ose ka me plon ose me lloç të ndërtimtarisë ku punon apo ku e diun në fabrikë, ajo nuk është burimi i atij papastërtie apo asaj palarje, më mirë me thonë, nuk është. Nëse nuk e ka burimin e papastërtisë, ai nuk mund ta ndalojë namaz. Namazin duhet ta fal. Mos thosë vallai kam teshat e punës pala edhe namazin ta ndalon. Sa ajo nuk është burimi i papastërtisë që ta ndalon faljen e namazit. Por se duhet të jenë të pastra realisht, nëse jemi në vend të qetë në shtëpi apo në xhami. Dhe kushti tjetër është që të jem trupi i mbuluar. Tek meshkujt, pra ka për kufizim minimalja çka duhet të jetë te meshkujt, e lejuar është nga kërthiza deri tek nër gjujt e tij, dhe për vajzat, pra gjinien femrore, duhet i gjithë trupi i tij të jetë mbuluar përveç fytyrës, duarve dhe këmbëve në gjujt deri tek zogi i këmbës apo deri tek gjujt. Pastaj besimtari duhet që namazin ta falë në kohën e vet. Namazin nuk guxon të falet para kohë apo edhe pas kohë, përveç në 3 raste. Pas kohë mund ta falmi siç ka thënë pejgamberi Allah, nëse ka zonë gjumi ose ka harru ose ka qenë në koma, se varësisht kur ti kujtohet le ta fal, kur të zgjohet nga gjumi le ta fal, ose kur të vetëdijsohet le ta falë namazin e tij. Dhe tjetra është të kthehemi nga kibla. Nuk mund të falim namazin ka do neve që nam teket, ka përcaktuar Allah rregull për pranimin e namazit ton, atje ku drejtohen të gjithë muslimanët. Pra ne nuk e adhurojmë Qabën kible, por ne adhurojmë Allahun, por kjo është ajo që Allah ka përcaktuar për namazin ton. Dhe e treta, e gjashta është kushti tjetër i pranimit namazit para përgatitje për namaz, është niyeti. Do ta bëjmë niyet. Niyeti, vendi i niyetit është zemra, por nuk ka problem nëse ajo mund të bëhet edhe gojarisht. Pastaj fillojmë namazin brenda. I banë para përgatitjet, edhe marrëmi tekbiri fillestar. Allahu Akbar, namazi fillon me tekbir dhe mbaron me selam. Edhe në pikën tjetër është pasi që marrëmi tekbir duhet të qëndrojmë qiyam, për ata që janë të shëndosh, për ata që janë të sëmuar ose kanë probleme, pra mund të rinë edhe ulur ose shtrit, por me rasti namazin nuk duhet ta ndërpresin. Dhe tjetra është që namazi pasi që ta arrim qiyam, është që të lexojmë nga Kur'ani, duke filluar nga subhanaka në rekatin e parë, pra audhu billahi bismillah, vazhdojmë elhamin dhe një surë ose një ajet, 2-3 ajete, pastaj shkojmë në ruku, duke thonë subhanu rabbil azim 3 herë, pastaj shkojmë në sejdë duke thonë subhanu rabbil ala 3 herë, dhe pastaj rrim në uljen e fundit, e cila edhe kjo neve na përkufizon, do të thonë përfundimin e këtij namazit. Por janë edhe disa rregulla tjetra që besimtari duhet të dinë, pra kohët e namazit. Pra si që janë 5 kohët e namazit, namazi sabat, kur fillon dhe kur mbaron, namazi drekës, kur fillon kur mbaron, namazi qindis, akshomit yacijës, dhe pastaj numri i recateve të tyre, nuk duhet besimtari këtë të ngatërroj, pra duhet ta dinë saktë se sa recat ka namazi sabat, 2 sunet, 2 farz, dreka ka 4 sunet, 4 farz, 2 sunet e fundit, pastaj vjen qindia 4 sunet dhe 4 farz, vjen akshomi 3 farz dhe 2 sunet e mbroma që janë vajib të obligueshmëri mi fal ato, dhe vjen namazi yacijës, e cila ka 4 recate sunet, 4 farz, 2 sunet e fundit, edhe në fundja bashkangjesmi edhe namazin e vitit që ka 3 recat, ashtu siç në një tradicionale e praktikojmë. Pra kjo është disa rregulla kushtet namazit. Për besimtarin, i cili vazhdimisht i përcjell kohët e namazit, është shumë e rëndësishme të shkojë në xhami për ta falur namazin me xhamat sa herë që gjen mundësi, sepse kjo i krijon mundësi të njihet, të bashkohet, të vëllëzërohet, të miqësohet e të solidarizohet me muslimanët e tjerë. Namazi është një adhurim që kryhet me përfshirjen e trupit, të mendjes dhe të zemrës. Me pak fjalë, është një ibadet që e përfshin njeriu në të gjitha aspektet. Çdo njeri prej këtyre 3 elementeve përfaqësohet në mënyrë jashtëzakonisht të ekuilibruar e të përsosur prezanton brenda namazit. Teksa me trup kryen kiamin, qëndrimin e këmbë, rukun, sejdën dhe kiraetin leximin, me mendje përpiqet ta kuptoj dhe të mendoj rreth asaj që lexon.
kurse zemra plotësohet më së miri me këtë ibadet, me frikë, respekt dhe qetësi. Pastaj në vazhdimsi tjetër, sa i përket namazit, sepse na thamë në fillim se kjo është një lëmi shumë e thellë, po na kemi marrë disa vija të trasha pak me fol shkurtimisht, janë edhe disa dobi në aspektin fizik, shëndetësor, që mund t'i përfitoj besimtarin nga ky ritual fetar adhurimi ndaj siç është namazi. Një besimtar i cili e fal namazin rregullisht, ai do të fisnikrohet nga ana e Allah subhanahu wa taala me disa cilësi. E para është se Allahu do t'ja lehtësoj brengat e dunjos, galet dertet e dunjos. Pastaj do t'a ruaj nga dënimi i varrit, do t'ja jep në ditën e gjykimit librin nga ana e djathtë. Pastaj do t'ja mundsoj që të kaloje shumë lehtë dhe shpejt urën e siratit, dhe Allah do t'a fusë në xhenet inshallah. Këto janë disa përfitime që i ban nga dobia e namazit. Namazi ka edhe dobi tjera në aspektin fizik në trupin tonë. Ajo çka është dobia më esenciale që përfiton është se njeriu e largon nga depresioni, nga stresi, dhe pastaj në zemrën e tij, në trurin e tij edhe në sytë e njeriu, pra qarkullon gjaku i mjaftueshëm. Edhe ata njerëz pra janë të mjaftueshëm me qarkullim të mirë të gjakut, edhe këta janë trupa apo organe të cilat funksionojnë shumë qetë dhe shumë mirë pa kur një farë problemi. Nëse në këtë rast e marrë një person që nuk e fal namazin, një person që e fal namazin nuk mund të jenë të njëjtë në disponim, në pozitivitet. Për shkak se parsore bazë është imuniteti të njeriu. Nëse na nuk mundemi me thënë se një njeri që se fal namazin është shëndetlik, jo. Ata përflasme se janë të barabartë, për shembull në shëndet, janë të barabartë në imunitet, janë të barabartë në forma të tjera që flasmi ne, por nëse e marrim analizën e fundit, ky që ka fal namazin dhe ky që se ka fal namazin, nuk janë në pozitivitet, në energji të njëjtë. Për shkak se namazi ka këtë dobi që e mbush njeriu me energji. Pastaj dobia tjetër është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam urdhëruar nga Allahu që ta fali namazin me 7 gjymtyrët e trupit. Pra me 2 duar me ran sejdë, me 2 gjuhë, me 2 majat e këmbëve të gishtave, edhe fytyrë pra balli me hundën, sepse njeriu ka elementet e tokës, për shkak se jemi të krijuar nga komponenta tokë. Dhe në këtë rast, materialja, dhe njeriu ka energji në trupin e vet nga njerë sa që mund të jetë i tepruar. Dhe ka nevojë që të filtrohet, të pastrohet dhe të filtrohet, të nxjerrët pastaj energjia e re në trupin e njeriu. Edhe sot, shkenca moderne, medicina kanë vërtetuar se njeriu ka nevojë disa pjesë të trupit të tij ti përputh me tokën, në mënyrë që të pastrohet. Edhe kjo është urtësia dhe dobia e namazit në këshillat profetike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka urdhëruar. Çka mund ta flasim edhe një detaj tjetër. Dobia e namazit ndikon shumë edhe tek gratë shtatzana, nënat shtatzana. Për shkak se shumë ginekolog në mbar botën sot domethënë u referojnë grave dhe nënave tona, domethënë nënave përgjithësi, që ata t'i bojnë disa lëvizje për shkak dobijes tyre, për beben që kanë dhe shëndetit e tyre gjatë shtatzanisë, periudhës shtatzanisë. Dhe në këtë rast, ata i kanë dhënë disa sugjerime, mënyra, format të lëvizjeve. Kanë thonë që t'jenë pak të përkullur, disa lëvizje t'i bojnë më të shpesha, dhe kjo neve na kujton namazin në ruku që bim ne zakonisht. Pra lidhshmëria me namazin dhe rekomandimet e ginekologëve. Pastaj kanë thonë disa përkulje që të binë poshtë me tokën, gjojtë e tyre të binë në tokën, në mënyrë që ata të kenë pak energji më të madhe dhe komoditet në trupin e tyre dhe fëmija. Neve na kujton sejdën. Edhe pastaj ata referojnë që të qëndrojnë një kohë ulur. Qëndrojnë një kohë ulur edhe neve kjo na kujton uljen e fundit e hijatit. Mirë po, veç kësaj, është të ginekologët, pra që ju referojnë vajzave dhe nënave shtatzana, pasi që të lindin ata, pra në momentin e lëhënijës që lindin ata, ju propozojnë një periudhë 5 javëshe që ata qëndrojnë derisa ta rimarrin trupin e tyre, formën e tyre. Neve na kujton rregullën e Islam që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe është rregull fikhore kjo, një jurisprudencë islame, që njeriu në fakt nëna gruaja kur lind 40 ditë i ndalohet falja namazit. Për shkak që ka nevojë trupi i saj të pastrohet. Pra tham fillim se pastrimi është baza kryesore e relaksimit të trupit të njeriu, edhe që të mund të kryejnë adhurimet. Pra në këtë rast kjo non
kjo motër duhet pushoj pasi që të lind. Edhe pse japi këtë rekomandime ka vërtetu shkenca, ne vetëm se i kemi tek namazi jo në përditshmëri. Se namazi është një lëvizje e përditshme, por e ngadalshme, nuk është me ungut. Ka meditim të thellë në aspektin psikologjik dhe kështu me radhë. Ne lutim Allahun azza xal pse ka shumë dobi të mëdha, sa i përket dobive shëndetësore, por i përmenem diska pak si tërthorazi, edhe sa i përket për shembull edhe në aspektin psikologjik. Kanë thonë dhe kanë vërtetu se njerëzit të cilët janë të përkushtuar në namaz, që e falin namazin ashtu siç duhet të plotësojnë, ka thonë janë ma pak të prirur në prishjet e mendjes, në çrregullimet e mendjes. Edhe vetë kanë vërtetuar psikolog apo psikiatër që janë ndoshta me përvojë 30-40 vjeçar, edhe pacientët e tyre shumica kanë ardhur nga ata që pinë alkool, nga ata që nuk falin namaz, edhe shumë rrallë ndoshta ka ndodhur që të vjetë dikush, edhe pse fal namaz, po ndoshta s'ka qenë për pik namazit e tij, po kanë diku stresi apo çrregullimi mendor i tij, dhe psikiatria apo psikologët shumë pak kanë punë me njerëz të cilët e fal namazin. Kjo është ajo përfitimi dhe dobia që ne fitojmë nga namazi i përditshëm, duke lutur Zotin inshallah që të jemi edhe nga ata dhe Zoti të na ruaj inshallah me këtë namaz, na baj nur dhe të na baj dritë në ditën e gjykimit inshallah taala. Namazi nuk mbetet vetëm formë e raporteve mes Allahut dhe robët të tij, por ai njëkohësisht e largon njeriu nga sjelljet negative dhe nga çdo vepër e keqe. Kështu në Kuranin Fisnik, në lidhje me këtë, Allahu i lartmadhërisëm thotë: vërtet, namazi të ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Gjithashtu edhe vetëdia e robit se del para Zotit në momentet e caktuara gjatë ditës, pra në 5 kohët e namazit, e shtyn atë që të shfaq sjellje dhe veprime që janë në përputhje me pëlqimin e Allahut xhaleshanuhu, dhe në këtë mënyrë namazi pengon nga veprat e shëmtuara. Gjithashtu edhe jetën në vijim tregojnë vlerat morale dhe pjekurinë që njeriu fiton nëpërmjet faljes së namazit. Vërtet, njeriu është krijuar i paqëndrueshëm. Kur e godet e keqja, ai likshtohet, por kur i vjen e mira, ai bëhet koprac. Përjashtim bëjnë ata që falen, kjo sepse namazi e pastron shpirtin e njeriut nga çdo lloj papastërtie. Nga vetë fakti që duhet të kryhet në 5 kohë të ndryshme, një tjetër efekt i namazit mbi njeriu është se i mundson ta kontrollojë kohën duke programuar jetën e tij. Në Kuranin Fisnik thuhet: "Fale namazin në mëngjes e në mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyen veprat e këqija. Kjo këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat."